Mirëmbrëma, janë lajmet e orës 20, ja dhe kryetitujt. Gjykata e Apelit ka kthyer në rigjykim rastin e liderit të iniciativës qytetare serbe Oliver Ivanović, i akuzuar për krime lufte në Kosovë. Kjo pastirëzoi vendimin ku u dënua me 9 vjet burg. Nesër Kosova shënon 9 vjetor në pavarësisë, por sonte organizoi një pritje shtetërore derisa paraprakisht u mbajt një seancë solemne ku vendit dhe u bën homazhe tek varri e monumenti presidentit Ibrahim Rugova. Nesër televizioni Klan Kosova mbush 8 vjet të themelimit për këtë përvjetor, po përgatitet një koncert madhështor. Ministri i violinës Shkëlzen Doli do të jetë mysafir special i hapjes së qendrës moderne kulturore. Fotografi që u publikuan ku drejtori i qendrës Don Bosco, Donis Idorluki, i peshkvia e Kosovës po i konsideron si normale. Ky institucion fetar po e konsideron publikimin e tyre si fushat tendencioze. 70 persona kanë humbur jetën pas një sulmuesve të vrasës shpërtheu eksplozivët në Pakistan. Përgjegjësinë e ka marrë Shteti Islamik ISIS. Me hapjen e çdo paketimi të Devole Prince Cafe Turke, ju mund të gjeni kupone me shumë shpërblime, si dhe premin kryesore Peugeot 208. Princi, shija e vërtet e kafes. Nesër feston Kosova, me të edhe Klan Kosova. Në hapësirat e televizionit po përgatitet një koncert madhështor i cili krahas përvjetorit të 8 të themelimit të mediumit shënon edhe për urimin e qendrës më moderne kulturore në vend. Janë përgatitjet e fundit. Mjeshtri i violinës Shkëlzen Doli bashkë me grupin e tij po i bëjnë provat finale për koncertin që do ta mbajnë të premten. Kështu me muzikën autoktone shqiptare, në gala mbrëmjen që nis në orën 20, këta do t'u urojnë kosovarëve për vjetorin e 9 të pavarësisë, veçse vendi nga ku e bëjnë urimin është unik për shtetin e ri. Është kjo qendra e re madhështore kulturore e Klan Kosovës, televizionit që këtë të premte, po ashtu e ka ditëlindjen. Këto janë përgatitjet e fundit që po bëhen këtu në qendrën kulturore të Klanit, e cila po bëhet gati të hapet solemnisht të premten më 17 shkurt në ditën e pavarësisë të Kosovës, por në fakt edhe në ditën kur Klan Kosova do të festoj 8 vjetorin e themelimit të saj. E qindra mysafire të ftuar për këtë fest do të mund të shohin se sa unike është qendra kulturore e Klanit. Kjo për mënyrën se si është bërë, pasi korridori dhe muret ndarëse të saj janë bërë me material të veçantë, thupra nga malet gjithandej Kosovës. Edhe materialet tjera natyrore vendore janë shfrytzuar gjatë bërjes së objektit. Në këtë stil është bërë edhe pjesa e garderobës për mysafir dhe performues. Ndërkohë, punë e madhe këtë të njëjte po bëhej edhe në studion e madhe të lajmeve. Këtu në hapësirën gjigante është në përfundim renovimi i zonës, ku spikerët do të rishfaqen midis ekraneve të mëdha e dizajnit të ri. Gjithë këto investime janë vetëm një pjesë e planit të jashtëzakonshëm, sipas të cilit edhe vetë objekti modern i televizionit Klan Kosova u ngrit mbi gërmadhat e një objekti të vjetër industrial, më shumë se 2 vite më parë. Sonte në njërin nga hotelet e kryeqytetit, presidenti Hashim Thaçi e kryeministri Isa Mustafa organizuan një pritje solemne për përvjetorin e pavarësisë. Aty pati zyrtar vendore ndërkombëtare, ndërta dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama me bashkëshorten e tij. Presidenti Thaçi ka thënë se të gjithë kosovarët janë mirënjohës atyre që kanë kontribuar dhe sakrifikuar që Kosova të pavarësohet. Vjetorin të pavarësisë së Republikës së Kosovës. Por para kësaj pritje, drejtuesit e shtetit u mblodhën në sallën e kuvendit ku bashkë me deputetët dhe mysafirët kujtuan të arriturat e shtetit në këto 9 vite pavarësi, pse një pjesë e opozitës nuk qëndroi në sallë gjithë kohën. Holli i kuvendit mori një pamje tjetër. E deputetët dhe mysafirët si puna e konsulit të nderit të Kosovës në Japoni shpejtojnë për t'i zënë vendet e tyre para se të njëjë seanca. Ajo është solemne dhe i kushtohet 9 vjetorit të shpalljes së mbretërisë së Kosovës. Tuni Koqir është kryeparlamentari Kadri Veseli, i cili shoqërohet nga 2 të ftuar të seancës, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delavi. Kjo krahas presidentit Hashim Thaçi e kryeministrit Isa Mustafa. Por deputetët e partisë më të madhe opozitare vetëvendosje po mungojnë.
E ata të nismës për Kosovë bojkotojnë sallën sa ju dha fjala shefit të shtetit. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, zotëri Kadri Veseli. Pavarësisht këtij bojkoti, Thaçi vazhdoi me një fjalim në superlativ për të arriturat e shtetit, që kur ai vetë nga e njëjta furtore shpalli pavarësinë më 17 shkurt të 2008-s. E kemi dëshiruar këtë ditë, jemi shkrirë për atë ditë, kemi duruar për këtë ditë, jemi flijuar për këtë ditë, kemi fituar për këtë ditë. Kryetari i Kosovës i përmendi 113 njohjet ndërkombëtare që erdhën, përderisa sipas tij, vendi që po e feston 9-vjetorin e pavarësisë, s'ka tjetër qëllim përpas antarësimit në Bashkimin Evropian. Për një Kosovë të ndërtuar mbi vlerat dhe parimet e lirisë, të barazisë, të drejtësisë dhe të gjithëpërfshirjes. Sa përfundoi fjalimi i Thaçit, në seancë u kthyen 2 partitë opozitare. Këta bashkë me të tjerë kolege një numër të madh të ambasadorëve të akredituar të ftuarve, dëgjuan fjalimin e kryeministrit Isa Mustafa, i cili pas tjerash tha se Kosova, palë qeverisjes aktuale, po del nga varfëria. Sa përfunduan presidenti e kryeqeveritari, radha i erdhi një koqirit të seancës. Kadri Veseli kujtoi ata mbi të cilët qëndron baza e shtetit të quajtur Kosovë. Ishte rezistenca jonë paqësore, e cila u pasua me luftën e lavdishme të ushtrisë shtirëtare të Kosovës për të kthyer në realitet ëndrrën e gjatë të popullit tonë për liri dhe shtet. E nëse realizohet zotimi i kryekovendarit, përvjetori i radhës i pavarësisë nuk do të festohet pa ushtri të vërtetë, sikur që po ndodh tani më 2017. Në vizitën e fundit që kisha në Pentagon, pas vullnetin e vendosur të aleatëve tonë amerikanë për të mbështetur procesin e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të ardhme të Kosovës. Në mbledhjen solemne të parlamentit, nuk mori pjesë asnjë deputet nga radhët e pakicës serbe. Me lejoni që në këtë përvjetur. Para seancës së kuvendit, kryeministri Isa Mustafa bëri homazhe tek varri presidentin tjerë Ibrahim Rugova, ndërkaq pas mbledhjes së qeverisë, ai me një pjesë të ministrave shprehu nderimet e ekzekutivit para shtatorës së tij. Sa herë që vendi shënon ndonjë datë rëndësishme, nuk mungojnë nderimet tek varri i presidentit Ibrahim Rugova. Edhe në këtë 9 vjetor të shpalljes së pavarësisë, të bëmat e presidentit të ndjerë u vlerësuan të ishin 8 me peshë, e të cilat edhe quan në vetësinë e Kosovës. Kjo na shtyn që ne jemi të përgjegjshëm dhe të ndërgjegjshëm që sot të ndërtojmë institucionet e Republikës Kosovës, të çojmë përpara progresin i cili është arrit, të krijojmë unitet të brendshëm që është i domosdoshëm për të zgjidhur shumë sfida me cilat ne do të ballafaqohemi në vazhdimsi. Kryeministri Isa Mustafa me një pjesë të ministrave nga LDK e PDK, pasi përfunduan mbledhjen e qeverisë, bëri homazhe edhe tek shtatorja e Ibrahim Rugovës, tek sheshi që mban emrin e presidentit. Por këto nuk e la pa përmendur edhe sakrificën e familjes së Adem Jasharit e luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Mos parakalimi i trupave pasardhëse të UÇK-s, 17 shkurt në këtij viti, kreu i ekzekutivit e arsyetoi me përgatitjet për kremtimin e vitit jubile. Deri atëherë, Mustafa u shpreh optimist se forca e sigurisë do të transformohet në diçka më të rëndësishme. Duhet që nga sot bëhemi gati të përgatitemi për të shënuar 10 vjetorin jubilar. Sot një vit zbashku me ju dhe zbashku me qytetarët, por zbashku me FSK, shpresoj me një FSK të transformuar në forcë armatosur të Republikës Kosovës. Krejt këto sipas kryeministrit të vendit do të bëhen në pajtueshmëri me bashkësinë ndërkombëtare. Edhe këtu Isa Mustafa përmendi Ibrahim Rugovën si shembull që duhet pasur politikanët qarshimiqve ndërkombëtar. Për të shënuar 9 vjetorin e pavarësisë në Prishtinë erdhi edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ai vreti se këtë vit festimet janë më të zbeta për shkak të mungesës së liderit të AK-s Ramush Haradinaj. Sa përfundoi seanca solemne brenda në kuvend, gjithë vëmendja u fokusua te kryeministri i Shqipërisë. Edi Rama, si mysafir special i shënimit të 9 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, po thotë se 17 shkurti 2008-s, gjithnjë mbetet datë e veçantë. Me një peshë ende të jashtëzakonshme, sepse janë të freskëta ditët e vështira të një të kaluare që nuk është e largët. Por për kryeqeveritarin nga Tirana, festa në Prishtinë si vjet është më e zbehtë. Ai e tregoi edhe arsyen pse ndodh kjo. Uroj përsëri edhe sot kthimin sa më parë në shtëpi të Ramush Haradinajt
pa praninë e tij kjo ditë ka një mungesë dhe nga ana tjetër mungesa e tij është edhe një ftesë në këtë ditë për reflektim për gjithë lidhur me sa shumë akoma është për të bërë. Rama që njihet për porositë e tij rreth Kosovës shtet multietnik edhe këtë të disa rreshta të deklarimit i akushtoi mu kësaj pune. Një ditë e bekuar jo vetëm për shqiptarët që jetojnë në Kosovë, por dhe për serbët dhe për të gjithë të tjerët, pasi dita ditës Kosova provon se është një shembull rrezatues i bashkëtesës harmonike mes të ndryshmëve. Në këtë komunikim me media, Edi Rama nuk harroi të thotë se sa krenar është që u bë pjesë e festimeve për ditën që ai ia dha cilësinë më të rëndësishme për historinë e Kosovës. Liderin e AK-s, Ramush Haradinaj, vizitua sot në Francë, zyrtar të lartë të lëvizjes vetëvendosje. Tek Haradinaj shkuan kryetari i komunës Shpendameti së bashku me deputetët e vetëvendosjes, Recep Selimin dhe Albin Kurtin. Këtë ka konfirmuar Shpendameti me një fotografi të publikuar në llogarinë e tij në Facebook. Ai ka shkruar se shfrytzuan pushimin e pavarësisë për të vizituar Ramush Haradinaj në Strasburg. Sipas Ahmetit, mbajtja e tij në Francë është padrejtësi. Presidenti Hashim Thaçi ka pranuar sot një telegram urimi nga homologu i tij amerikan Donald Trump, aty lideri i shtetit më të fortë në botë, shkruan se partneriteti me Kosovën mbështetet në vlera dhe interesat e përbashkëta. Sipas tij, ardhmja e Kosovës sovrane, multietnike dhe demokratike bazohet në rajonin e Ballkanit stabil, të begatë dhe plotësisht të integruar në bashkësinë ndërkombëtare. Për këtë urim, Thaçi ka falendëruar Trump duke shkruar në Twitter se Kosova është me fat që ka një mik si Shebat. Edhe mbretëresha Elizabeta II e Britanisë së Madhe ka uruar presidentin Hashim Thaçin me rastin e ditës së pavarësisë së vendit. Kam kënaqësinë e madhe për t'ju përcjellur shkëlqësia juaj, urimet e mia me rastin e shënimit të ditës tuaj shtetërore, së bashku me urimet e mia më të mira për lumturinë e popullit të Kosovës në vitin vijus, thuhet në urimin e madhërisë së saj mbretëreshes Elizabeta II. Presidenti Thaçi sot mori lopatën në dorë për të vënë kurthemelin e vendkalimit të ri kufitar me Serbinë. Këtij obligimi u mundua tij kryeministri Mustafa, por nuk ja doli, u desh edhe ai që të hedh beton. Nuk mjaftoi vetëm pranimi i kryeministrit Isa Mustafa, që vetëm presidenti Hashim Thaçi të merr lopatën në dorë. Shefi i shtetit bashkë me përfaqësuesen e BE-s Natalia Apostolova po nisi ndërtimin e pikëkalimit kufitar mes Kosovës e Serbisë. Derisa Thaçi me lehtësi vendosi betonin, goxha vështirësi duket se ka. Apostolova e ministrja Edita Tahiri nuk e merr lopatën, pa dorza për të vënë kurthemelin e pikës kufitare në Merdar, që do të financohet nga Bashkimi Evropian. Ajo do të ketë 4 kursi në dalje e paqeve në hyrje në drejtim të Kosovës. Ndërkohë, presidenti Hashim Thaçi vlerësoi se këto investime po bëhen fal dialogut të duhur që po zhvillohet mes Kosovës e Serbisë në Bruksel. I të njëjtit mendim është edhe kryeministri Isa Mustafa, që të dy thanë se Kosova përqafon parimin e lëvizjes së lirë të njerëzve dhe mallrave. Ndërkohë, ministrja e dialogut Edita Tahiri tha se Kosova po bën progres në drejtim të integrimeve euroatlantike. Vënia e gurthemelit për ndërtimin e pikëkalimit të përhershëm kufitar këtu në Merdare sot është dhurata jonë për ditëlindjen e 9 të shtetit tonë të ri. Ndërkohë këtu foli edhe ministri i Brendshëm Skënder Hyseni. Ai tha se ky investim do të ndihmojë luftimin e krimit ndërkufitar. Hapja e vendkalimeve të reja kufitare, shpresojmë dhe besojmë do të forcojë sovranitetin e Republikës së Kosovës, po edhe marrëdhëniet e mira ndërfaqënësore me Republikën e Serbisë. Ndërkaq përfaqësuesja e BE-s në Prishtinë pati një porosi për institucionet. Qeveria duhet të sigurojë llogaridhënie dhe më shumë rezultate dhe më shumë vullnet politik, në veçanti në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, i cili është element krucial për krijimin e një mjedisi të lirë për investime të huaja. Ky investim është në kuadër të marrëveshjes mes Kosovës e Serbisë për menaxhimin e integruar të kufirit. Në vijën kufitare mes dy shteteve do të ketë 6 pikëkalime të përhershme kufitare. Në bregun verior të lumit Tibër sot filluan ngërmimet në vendin ku dyshohet se ka varrez masive, mirë po rezultatet nuk janë inkurajuese. Qysh me mëngjes Bajram Qerkini erdhe në cepin verior të urës së Ibrit.
A i përfaqëson familjet të zhdukurve, por edhe vetë nuk digje për fatin e djalit të tij që nga lufta. Qerkini po shpreson se gërmimet që do të nisin në këtë vend do të sjellin rezultate. Në këtë vend ku dyshohet se ka varrezë masive, ekskavatori nisi punën të njëjtën. Puna edhe gërmimi është të shku sipas planit, të cilën edhe ne kemi dhënë skisat, edhe ne kemi kërkuar të bëhet gërmimi. Tek vendi ku do të gërmojë, erdhi edhe kryetari i shoqatës së personave të pagjetur serb, Milorad Trifunović. Ky pati një mesazh të qartë për përfaqësuesit e të dy vendeve. Ja mogu to da kažem da ja ne znam o tome. Unë do të isha shumë i lumtur, sikur serbët dhe shqiptarët të pushonin së heshtëri. Heshtja është e dëmshme dhe sjell vetëm vazhdim konflikti. Por që kam punuar në këtë drejtim, po thë një përfaqësuese tjetër e Serbisë. Vlada Republike Serbie je dala... Jemi krenar që si qeveri e Serbisë kemi zbardhur të gjitha dokumentet në arkivat tona lidhur me varrezat e dyshuara masive, por mund të them se e njëjta nuk po ndodh edhe nga pala tjetër. Me apo pa informacione të sakta, shpresë në këtë vend të përfolur ka herë se mund të jenë të varrosur shqiptar, mund të gjejë mbetjet mortore, ka Islam Tahiri që ka vëlla në zhdukur. Edhe i ka po, ka i shojnë, ka i qesin, po i ka po edhe ka nxirën diçka. Dithash, kisha da gjinë diçka, veç... Megjithatë, kryetari komisionit për të pagjeturit Preng Gjeta po vlerëson se kërkesa e tyre po zbatohet me vonesë. Është zhagit deri me tani sepse kemi urdhëresë gjyqësore prej vitit 2010. Mirë po derisa lidhet tash me rivitalizimin e urës, ky lokacion duhet të verifikohet. Gërmimet u bën në formë të kanalit, që shkojnë në thellësi deri në 2 metra. Por në fazën e parë nuk dha ndonjë rezultat. Kreqka u gjet ishte një fotografi që u shikua me vëmendje nga të pranishmit, por që pas verifikimit nuk rezultoi të jetë identiteti i ndonjë të zhdukuri. Ka gjësande të cilat mund të jenë prej gjërave që janë hudhë të gjatë tyre 18 viteve, sepse kemi informata që shumë gjëra ndërtimore janë hudhë në këtë pjesë, ato edhe vrejtën gjatë hapjes. Megjithatë puna vazhdoi. Përfaqësuese e Uleksit, mjekësisë ligjore të Kosovës së Serbisë e hetues policor, gërmuan edhe 2 kanale të tjera. Por në vendin ku po bën gërmimet, e që dyshohet se ishin futur 10 shqiptar para se xhamia të djegej nga forcat serbe, më 1999, as në faza tjera nuk u zbulua gjë. Në këso situate gërmimet u ndërpren. Kjo solli edhe zhgënjim. Djenat janë edhe ma tronës se që kanë qenë, djenat janë të ladrume ma shumë, mendojmë shumë ma shumë, edhe pse janë shumë lokacione hala pa elimtuar Mitrovic. Qerkini shtoi se në veri janë edhe 8 lokacione të dyshuara për varrezë masive, derisa në Mitrovic vazhdojnë të konsiderohen si të zhdukur edhe 132 persona. Gjykata e apelit ka kthyer në rigjykim rastin e Oliver Ivanovicit, i cili u dënua me 9 vjet burgim për vrasjen e shqiptarëve në Mitrovic gjatë dhe pas luftës. Këtë vendim e mori një trup gjykues të përbërë nga 2 gjyqtarë ndërkombëtar dhe 1 gjyqtar i Kosovës. Ndërkohë shtetur poshtë ankesa e prokurorit për shpalljen e të pafajshëm të bashkë akuzuarve të Ivanovicit. Shefi i trupit koordinues për jugun e Serbisë Zoran Stanković, patolog me profesion, thot se ai është i gatshëm të përgjigjet thirrjes së gjykatës franceze për dëshmuar kundër Ramush Haradinajt. Ai ka deklaruar se ka për detyrë të thotë atë që kanë mësuar dhe gjetur gjatë autopsisë. Në Pallatin e Drejtësisë në Prishtinë sot u mbajti një seancë ku ishte paditur komuna e Kamenicës nga një kompani austriake. Shkak për këtë lëndë ishte mosdhënia e tenderit për shfrytëzimin e hapësirave për gjueti. Në njërën nga sallat e gjykimeve në Pallatin e Drejtësisë të ejtën u mbajt seanca për këtë hapësirë të gjuetisë në Kamenicë. Kompania austriake Ferrand ka paditur komunën për shkak se po vlerëson që pa drejt nuk ju dha tenderi për dhënien me qira për 10 vite të vengjaishteve të Kamenicës. Kjo kompani kishte ofruar çmimin prej 60.000 euro, që ishte më e madhe për 15.000 euro nga fituesi i tenderit. Përfaqësuesi dhe aksionari i kompanisë austriake tregon disa nga arsyet e eliminimit nga gara. Arsyeja e parë është se nuk e kemi shënuar këto 60 ditë, mirë po vetëm e kemi shënuar periudhën prej kur fillon sigurimi i tenderit. Një prej kriterieve ka qenë të bëhet sigurimi i tenderit për cilën kemi aplikuar. Ne të njëjtin e kemi bë sipas kërkesave që i ka pas komuna, ashtu siç shihet edhe këto, domethënë komuna ka pas kërkesë që për 60 ditë bëhet sigurimi i tenderit, ne e kemi të njëjtën. Ai pohon se edhe kushtin që kompania të ketë mbi 100.000 euro qarkullime kanë plotësuar me 2 fishën e kësaj shume.
Ankesa për paregullsi në këtë tender ka dhe pronari i kompanisë Fauna Jon, Riza Shabani, që kishte konkuruar në këtë tender. Ai pretendon se u largua një dokument nga dosja që kishte aplikuar. Ma kanë thonë që eliminu se ka partneri jotë, se ka deklarat në mbletim. Gjë që unë i kam edhe kopjet edhe këtu me veti, edhe ka qenë shumë e sigurt, jam shumë i sigurt që po konë aty, por e kam shef, sepse ajo është, me thonë drejten, ajo me pushtet është i fort. Sipas tij, kompania që fitoi këtë tender kishte mbështetjen e ministrit për zhvillim ekonomik Bleran Stavileci. Këtë akuzë mohoi Satmi Ferkëriziu, kryetari i komisionit për dhënien në shfrytëzim të pronës së palojshme komunale. Ndërka sa i përket kompanisë austriake, ai thotë se nuk i plotson të gjitha kriteret e duhura. Vlefshmëria e tenderit prej 60 ditëve nuk e ka pasën. Po, nuk ka dorëzuar në qarkullimin bankar të biznesit që është i regjistruar në Kosovë. Po ka dorëzuar krejt një biznes tjetër që vepron në shtetin e Austrisë. I zhgënjur që nuk arriti të investojë në Kosovë, shpreh edhe pronari i kompanisë austriake Hofer Kurt. Ai nëpërmjet postës elektronike i ka deklaruar klanit se është i pakënaqur sepse Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe ajo e bujqësisë i kanë premtuar plotësimin e kushteve për të investuar në Kosovë. Kurt fajson komunën e Kamenicës për dështimin e investimit të tij. Vendimi i gjykatës themelore lidhur me këtë rast pritet të jepet në fillim të muajit mars. Do të flasim tani për fotografitë e publikuara të drejtorit të shkollës Don Bosco me nxënësit e tij. Peshkvia i ka dalë në mbrojtje Don Isidor Lukiqit, ndërka që ministria nuk po ngutet që t'jap vlerësime. Duket shumë i afërt me nxënësit e tij, por këto fotografitë që ju publikuan rishtas, Isidor Lukiq po i konsideron si normale. Drejtori i shkollës Don Bosco në Prishtinë pohon se fotografitë janë bërë gjatë viteve 2008 dhe 2011, kurse bashku me nxënësit e prindërit kanë pritur festa të ndryshme. Unë kam qenë zëvendës drejtor atëherë, ta urojnë dhe normal se përqafimi dhe s'ka asgjë përveç asaj, por në kontekstin publik. Dhe në Itali, do thotë këtu në festën që kanë qenë të prindërit, të cilët kanë ngashën të dëshmojnë, se janë fëmijët e tyre aty brenda. Por me rastin tani po merret Ministria e Arsimit, zyrtarët e së cilës po thonë se fillimisht po trajtohet autenticiteti i fotografive. Nuk do të ngutet për me ndërmarrë diçka pa verifikuar fakte se qëndron, se ka ndodhur në mes një udhëheqësi të një shkolle dhe nxënësave të asaj shkolle, atëherë sigurisht që masat do të ndërmiren, në të kundërt do të ndërmiren masat ndaj atyre të cilët e kanë nxjerrë ato foto. E për i peshkvinë e Kosovës, krejt kjo është një fushat tendencioze kundër priftit Lukiq, por që do të kërkohet e vërteta për ta. Shprehim keqardhje për shkrimet të këtilla që ndjellin dyshime dhe krijojnë huti tek qytetarët tanë. Nuk besojmë se do të kenë ndodhur gjëra të palejushme në shkollën Don Bosco dhe besojmë në deklaratën për media që ka lëshuar shkolla Don Bosco. Megjithatë, i peshkvi do të interesohet për të zbardhur rastin edhe në detaje, duke ftuar edhe organet kompetente që të arrihet deri te e vërteta. Edhe vetë Lukiq beson se dikush e nisi këtë fushat ndaj tij dhe për të ka lajmëruar policinë. Punëtorët e cilët kanë keq përdorur kanë marrë, do thotë sepse i ka dashur kujtëre dhe i ka marrë fotografitë vetëm për shantazh. Ndërkohë një nxënëse që tashmë është punësuar recepcioniste në këtë shkollë, i sheh si normale fotografitë e përfolura të drejtorit. Fjalë që thonë për ato fotografi janë absolutisht pa vërteta, për shkak se kam qenë prezente edhe unë, po ato fotografi janë cilësinë e një ekskursionit, një afërsie familjare. Edhe disa prindër të nxënësve të këtushëm e mbështesin drejtorin. E kam edhe djalin tjetër, i cili është 3 vjeçar i moshën në prill, edhe prej tash kam filluar me regjistru që më shtin listë që mu pranu për klasë parë në vitin 2020-2021 që është të përshqipje. Dikush për qafimet i sheh si një shprehje familjarizmi. Niti nuk shkon në shtëpi pa i përqafë, se çashtu krijohet këto ambienti, ma shumë si familje. Institucioni Don Bosco është një nga qendrat sociale edukative të hapura në përbot në kuadër të fondacionit me emrin e priftit humanist John Bosco. Një nxënës i kryeqytetit nëpërmjet pikturës tregoi gjendjen aktuale të Kosovës. Ky punim dhe tjera të nxënësve të Prishtinës u ekspozuan në galerinë e Fakultetit të Arteve për ditën e pavarësisë. Duhet shumë kohë të kuptohet kjo pikturë një nxënësi të klasës së 9. Në 9 vjetorin e pavarësisë, Kosova aty paraqitet me të gjitha problemet që i ka.
e ky nxënës nëpërmjet vizatimit, po e shpreh qëndrimin e tij për mbrojtjen e territorit të vendit. Nuk ishte ky punimi vetëm me motive patriotike. Kom pikturu një rrugë ku tregon hekurudhat e trenit, ku tregon se qysh ka qenë Kosova si e burgosur më përpara. Kjo ekspozitë e nxënësve të shkollave fillore të mesme të Prishtinës u hap të njëjtën në galerinë e Fakultetit të Arteve. Hapjen e bëri drejtoresha e arsimit Arbriena Gavci, e cila nuk e zgjati fjalimin. Do të shihni që ka punime shumë të mira, edhe njëherë ju uroj të gjithë nxënësit për punën e shkëlqyeshme që e kanë bërë. I falenderoj mësimdhënësit për punën, edhe inkurajoj që me vazhdu me punu më shumë me nxënës. Megjithse rryma u ndal, ende pa u hap zyrtarisht ekspozita. Mysafirët që shumica ishin nxënës e profesor të shkollave të kryeqytetit, po i shikonin me kurreshtje veprat e të rinjve. Ekspozita për nder të 17 shkurtit mbetet e hapur deri më 19 shkurt. Trafiku urban do të lëshojnë në qarkullim autobuset të ri në ditën e pavarësisë. Sipas dhënësit të komunës së Prishtinës, Erzen Vrani, që nesër gjatë gjithë ditës së udhëtimit do të jetë falas, që nga dhjetori deri më tani trafikut urban i kanë ardhur 25 autobus të ri, por që sipas zyrtarëve të komunës nuk kanë mundur të lëshonin në qarkullim pasi është dashur të kryen disa procedura teknike për ta. Trafiku urban nëpërmjet një kredie për 10 milionë euro të marrë nga Bergji ka blerë nga kompania çeke Iveco 51 autobus. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Bleran Stavleci, ambasadori Slovenisë në Prishtinë Miljan Mejhen dhe kryeshefi ekzekutiv i Ujësjelësit Rajonal Prishtina Ilir Abdullau kanë bërë inaugurimin e pajisjeve të reja klorifikuese në stacionin pompues Mirdita në lagjen Velanie. Pajisjet me vlerë për 20.000 euro donacioni Slovenisë u vlerësuar se do të përmirësojnë cilësinë e ujit për 70.000 konsumator në kryeqytet. Drejtori Abdullaj u zotua se këtë vit Prishtina do të ketë 24 orë furnizim me ujë të pijes, ndërkaq që diplomati sloven premtoi vazhdimin e investimeve nga vendi i tij. Banorët shqiptar të Veriut Mitrovicës, përfshirë këtu edhe përfaqësuesit e organizatës Këshilli i Veriut, kanë shprehur shqetësimin në lidhje me gjendjen e tyre aktuale në atë pjesë, sidomos me erërat toksike që vijnë nga një fabrikë e përpunimit të vajrave motorike e cila ndodhet në afërsitë lagjes së tyre. Ata gjatë një konferencë për media të mbajtur sot në veri të qytetit Mitrovicës kanë kërkuar mbështetje më të madhe nga institucionet e vendit për shkak të gjendjes siç e quajtën ata të papërballueshme të tyre në veri. Florent Azemi, banor i lagjes së Bosnjakëve, ka potencuar problemin e papunësisë, për kujdesje sociale dhe probleme tjera me të cilat ballafaqohen banorët shqiptar në veri, duke vënë theksin se fundmi edhe me problemin e kundërmimit nga i cili si shtaj po rrezikohet shëndeti këtyre banorëve. Në lajmet ndërkombëtare kemi veçuar një sulmues në Pakistan, vetvrasës e ISIS-it aktivizoi bombën me të cilën mori jetën të paktën 70 personave. Turma është merruar. Në vendin e shenjtë në qytetin Sevan Sharif të Pakistanit, sulmuesi vetvras shpërtheu eksplozivët. Si pasojë e këtij sulmi në këtë vend të frekuentuar me shumë njerëz, humbën jetën më shumë se 70 persona. Këtu pati edhe shumë të lënduar. Ndërkohë, zyrtari i policisë, Shabir Shethar, tha se numri atyre që po kërkojnë ndihmë në spitalet lokale është në rritje. E për këtë sulm që mori jetën e më shumë se 70 personave, përgjegjësinë e ka marrë Shteti Islamik ISIS. Sulmi në qytetin Sevan Sharif po konsiderohet si sulmi më i madh që ka goditur Pakistanin këtë javë. Këtë edicion po mbyllim me pjesëtarët më të rinj të forcave ajrore franceze. Ato janë shqiponjat të cilët po trajnohen për të luftuar dronat. Shqiponja njihet si shpendi më i fuqishëm. Për këtë arsye po hyn në punë forcave ajrore franceze. Këta të fundit po i trajnojnë shqiponjat për të asgjësuar dronët. Stërvitjet fillojnë shumë herët për këto shpenzë. Shkak për këtë veprim të francezëve se droni po shihet si kërcënim dhe se kjo teknologji mund të futet në zonat të ndjeshme e mund të jetë në posedim të çdo kujt, pasi mund të blihet pa ndonjë problem. Një gjë e tillë ndodhi në vitin 2015 ku dronët u pan mbi pallatin presidencial francez dhe një bazë ushtarake të Britanisë. Veç francezëve për rrëzimin e dronëve, shqiponjat u trajnuan edhe nga policët holandezë.
Me hapjen e çdo paketimi të The Volley Prince Cafe turke, ju mund të gjeni kupone me shumë shpërblime, si dhe premin kryesore Peugeot 208. Princi, shija e vërtet e kafes. Në këtë edicion doqet. Gjykata apelit ka kthyer në rigjykim rastin e liderit të iniciativës qytetare serbe Oliver Ivanović, i akuzuar për krime lufte në Kosovë. Kjo pasi rrëzoi vendimin ku u dënua me 9 vjet burg. Nesër televizioni Klan Kosova mbush 8 vjet themelimit për këtë përvjetor, po përgatitet një koncert madhështor, mjeshtri violinës Shkëlzen Doli do të jetë mysafir special i hapjes së qendrës moderne kulturore. Pas pak ndihni sport në orën 21 në terminin e zonës së debatit mund ndiqni një dokumentar për Klan Kosovën, si dhe për më shumë informacione klikoni portalin klankosova.tv si dhe na gjeni në rrjetet sociale. Shikim të këndshëm me programin VM. Miropafshim.